Me rastin e festave të fundvitit, Bashkësia Ungjillore Fitoria në Gjakov ka shpërndar dhurata për anëtarët të Hendikos në Gjakov. Drejtori i organizatës Blessed Food Care nga Skotlanda tha se këto janë dhuratat që çdo vit i japin me shumë dashuri. So the shoe boxes are filled for people who... Këto dhurata janë për të përfshira për të gjithë njerëzit, jo vetëm ata me aftësi të kufizuar, derisa ne jemi duke shërbyer me këto dhurata në vendet e ndryshme si është Ukraina dhe vende tjera, pra është një dhuratë për të gjithë njerëzit që janë të varfër që janë në nevojë. Drejtoresha e Hendikos në Gjakov falenderoi organizatën për ndihmat e vazhdueshme. Si çdo vit, Bashkësia Ungjillore Familja bin dhurata për fëmijët me aftësi të kufizuara, por edhe të rritunit. Ky është një bashkëpunim shumë vjeçar, kështu që i falenderojmë këtë organizatë. Përveç këtona edhe me mjete ortopedike shpeshherë na kanë mbështet ku e vlerësojmë këtë ndihmës, pasi që kemi nevojë sidomos për mjete ndihmëse. Të gjithë anëtarët e organizatës Hendikos që pranuan dhurata ishin shumë të gëzuar, pasi atmosfera e festave të fundvitit vetë si filloi të ndjehet.